Koha është për bisedën në studio. Me mua është tashmë ish gjyqtari i futbollit kosovar Hajris Hajdari. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në studion e Arenës. Mirë se jeta, faleminderit për ftesë. 15 vite si gjyqtari i futbollit në Kosovë. Ishin të gjata? Për të gjata të mundeshme, mirë po, çka të bësh tek shumë zgjedh me dëshirë dhe Pse vendoset pikërisht fillim të vitit 2017 ti thua lam të mirë gjykimet? Pikërisht nuk e kisha cekun bash 2017, mirë po... Po ndoshta ke caktuar dhe më herët? Po ta vendos qysh më herët, me bisedime dhe me shoqni kur ishëm se kur kishëm kaluar në Super League, ishëm unë edhe preparime dhe Idris Kelmenti kishëm kalu së bashku. Pe ligës dytë atëherë do më kalu në drejtë në Super League, ishëm do më honë një ndër arbitrat më perspektiv. Fatbarësisht mirë na shkoj deri këtë. Preparimi ishte i para që u tërheq do më honë bas moshës dhe ju do më thonë vendosin federata që të vendosin në komision me plot drejt. Mas asaj kohë edhe Idrizi për shkaqe të shëndetësore ndashtë ndërprej dhe pash veten si meta i vetme do thotë kompletove hetrikun e pensionimeve. Kështu që dita ditë dhe që pa ta vendosë si t'jem. Fatbarësisht deri këtë mirë kum kalu me gjithë kolegë, asnjëherë nuk kum pas në diçka pa qartë ose diçka që mos të kalojmë, nuk ish pyetja të lase që s'mu i bëjmë arbitra të ri, po ka ardhur koha që gjithmonë bëhen reforma, sa ardh ka reforma, gjithmonë do të shkoj futbolli, do të shkoj lamitë gjithë sportit të shkojnë më mirë. 15 vite janë të gjata. E mbon men ndeshjen e parë që e ke gjykuar në futbollin e Kosovës? Ndeshjen e parë që kam gjykuar ka qenë në Pej, do më thonë fshat aty në Pej, do më është ligën e tretë, u konë në farë Besa e Znesi me Rejlindën, kujtoj ekip aty. Dhe ishte interesant se kur shkojmë aty, po shkojnë na me kohë që i morëm mëzimet për federatës, kur shkojmë aty si njëre në stadium, as vija në stadium, as rjetat gjithë në portës, tash se di shumë saktë, shumë edhe vëzhguesi ndeshjes ish për herë të parë, edhe unë me 2 asistentat ishëm për herë të parë ndeshje. Ka qenë viti 2002 dikon, nëse s'ka Po 2002 do marrë kampionati kem. Dhe kur shkojmë tash nuk e di shumë, po pyetëm atë që të venit apo po që të thonë tash e qysh. Edhe gjysore kishme fillu ndeshje dhe jo më tha ta tashin tamam me kohë, tha kur to koha më nisë është sukses. Kështu që erdhëm, fillum diqysh. Dhe është për mu cek e ndeshje dhe më honë se u kryjt dhe rezultatet 2-8 dhe më honë favor të mësaferve dhe fatbarësisht pas një skejt që dhe më honë qysh në atë ndeshje mora hopat dhe posh vetin që mu i me arbitru. Si janë trajtuar gjyqtarët në Kosovë me herët, në dallim me ditët e sotme? Keni pasur më shumë probleme në atë kohë? Une mu i me thonë se une pasi kum përfundu karrierën si futbollist, kum kalu edhe si gjyqtar, dhe më thonë, duke falenderuar trajnerin tim Edi Buculli, i cili kishte raportet mira me kryetarin atëhershëm Smail Kusum, edhe kalova të testet seminare dhe u kyçe fill në referim. Nuk muj me thonë, nuk është mirë që me thonë ka pas u kohë vështirë. Unë atëherë në ligën e tretë janë kom fushat me një kanëpë, që me thonë pa mbrojtëse, pa kësi, po muj me thonë lirisht që kur njëherë një jetimi nuk kena pas asnjë të lashë. Sa është të vështirë t'jesh gjyqtar në Kosovë dhe ka pas në të një rast ku ke thonë që nuk do të shkoj më të gjykoj, do t'a lë këtë punë? Jo, fatbarësisht jo. Kum kaluar shumë mirë, muj me hope një eksperiencë zara si lejtarë, më rohë më kysh të amanë si kësi, duke njoft mentalitetin e sportistat Kosovës, futbollistat, fjala për futbollistat Kosovës, kum kalu mirë që jam shumë falenderues dhe i falenderoj për zemërsisht gjithë aty në klubet që kum referu deri më sot. Ke pas ndonjë problem, ndonjë kërcënim? Asnjëherë. Kanë qenë kërcënimet që ka vinë për publikës, aty janë publikës, aty publika e pagun një herë 2 euro në bilet me hi dhe me kërcënu me fy me kësisane, po se përket në fushat e bjertë asnjëherë. Ka pas raste gjyqtar në Kosovë ku ndoshta janë ngrushtuar dhe nga lojtarët, ka tifozët, ke pasur kësi raste ti apo nuk ke pasur? Raste ka pas, po fatbarësisht s'kum pas as të një rast. Ju nuk keni pasur asnjë rast? Jo, asnjë rast. Megjithatë, keni pasur rast ku keni hëngër ndoshta dajak para luftës?
si futbollist? Para luftës si futbollist, po, ka qenë rastin kur kena qenë me luft për Kupë të Kosovës, ka qenë në Kqiq, mas burgit aty ku është burgi Smrekovnicës. Asaj deshte vetëm në një rrugës, kisha ka të bish tjetër, kur në lojtëm atje dhe fillum një 2 makina nga me ikë ma herët me isë për shfis, mas në deshte, se u lyka një lojë mas neve, ka qenë trepsa me nuk e dika, na lojtëm me Kosovën e vështres. Kur vim aty që ka me orë, aty kur prishohëm plot ishë ndorë policia. Dhe në ndara që kishëm me shku në keti këshum teshat vesh, atë hesoj kohë, dëshke me teshat me vesh, mos me naj po qontat. Kujnë kështu aty ish me ne vesh ndim strejneri u kom Abdullah Tahiri. Edhe i ka dhënë deta ku ke ta kem me lutha, për çka tha kem me lutha për kupën e Republikës së Kosovës. Apo, në mo na kanë çu me kerë, na kanë çu drejt në Vushtrem. Aty fatbarësisht nuk ishte qenë aty fare komandante aty theshin në veçina dikush që theshë s'ke tjetë bëshin hajgore me neve që është na kanë maltretu, ka o selshin, a selshin. Që si sa, në kushin pas marrë atje pipat e kartonëv ndeshën tjetër që ishin kohë ku erdhen pesë ndeshë, po vi na dhomshin kartona neve, na dhomshin fishleshin qështu si fa. Hajgore thjesht na majtin e 2-3 orë maltretime si sa në po gjithmonë të kalushme, se e këna ditë herë do vakët se sa herë që këna morë një rrugë, e këna ditë që këna pas të lashë, se do mos në që ishëm të regionit Drenicës, gjithmonë këna pas vështërsi ku do të qoftë që shkëm, nuk e këna njohë gjuhën serbe, këtu që gjithmonë të lashë e këna pas gjatë rrugës. Ka pasur kritika, ndoshta edhe ndaj jush direkte gjatë kohës sa keni qenë gjyqtar aktiv. Në kohën kur ka pasur kritika, ndoshta nuk keni pasur edhe drejt të flisni për media pasi e keni të ndaluar, por megjithatë sonte ndoshta do të na tregoni diçka, ka pasur akuza shembull të ndeshja Prishtina Gjilani, ndeshja fundit, pastaj më herët jeni akuzuar që keni ndihmuar Hysin dhe do të thotë janë to që kanë qarkulluar nëpër media, na tregoni ka pasur diçka apo thjesht kanë qenë spekulime mediale? Pasi të kesh një karrierë 15 vjeçare të mos kritikohesh është e pamundur. Ti je arbitër dhe mos gabosh një ndeshje, unë jam kohë në seminar, shumë tjepë jam 3-4 seminar të UEFA-s, FIFA-s në Tiranë, ku i përndërë shumë atje bëjar prezin që ne ka mësu gjithmonë të takim dhe kena mësu shumë për tyne që i përndërë për zemërsisht. Gabimet kanë qenë, presionet kanë qenë, ato presionet nuk mëj me thonë që s'ka pas presione që na kanë shtu presione me lyvë lojnë me çdo kush, po presionet ka qenë për vetë krejë tabeles, për vetë pozicionet ndeshje ku ishin. E fundit ka qenë Prishtina Gjilani, ku keni qenë thëmë kritika. Të fundit për të kalëzajt, Prishtina Gjilani me të vërtet ka qenë më kritiku edhe marrë atë kritike marrë me vete duke mos i qitur asë të loje hijet keqe nga vetë Gjilani, për të kalëzajt drejt. Po, këm dashtë me heshtë dhe prapë do të heshtë, aty të qenë nëse ka pas kritikon gjithmonë këm forë sot, fatmirësirë sot, që ndroj mirë me kryusit Gjilani dhe e din kryusi e re, e din fajtohen të asoj ndeshim. Sa i përket Hysit? Tash ta lidhe prapë me Gjilan, se kush e humbi lojën e dytë i folën me Gjilanin. Mas 3 ditë u lu ndeshja e dytë në Gjilan. Pse nuk lëpën fajtohen ma gatë, pse nuk diskutun këtë lojnë. Në ndeshje ka pas që dhe kartonën ja kanë hjek dikush një litarit aty, që të unë e kumë dhon karton, po aty e din ata mas mirë sot, fatmirësisht që kryusia e re e din edhe gjithçka ka marrë vesh për ndeshje. Kështu që është për këtë unë e kumë po rastin të një penalti, por nuk humb loja me një penalti. Si kur ta bajsh unë atë penal, a e penal ka pos me hub, kështu që... Ka pos me hub? Nuk e drejtë em që nuk e kumë vlerësu për penalti, nuk e kumë ditë është mena jashtë. Aty ka qëndru, se mos më kishë interesu që ka bëjnë me tonë. Ku me ndu që është, do më hëndërhyja pa lejush me jashtë, kur e kumë po në televizion, jam bind dhe kumë kërku folje. Sa i përket për Hysin? Sa i përket për Hysin nuk e di që ka pos akuzat kanë qarkullu, por unë nuk e di që ka pos një ndim që unë ndihmu për kryshtë për meje. Ka ndodhur ndonjë rast, ju ka ndodhur juve personalisht që klubet të ofrohen të ju t'ju ofrojnë ndonjë dëmshpërblim apo diçka që ju t'i ndihmoni atyre? Ka pas raste të tilla në futbollin e Kosovës? Personalisht po flas rastin e rast, edhe s'kum dëgjuar që një kolegi jam ka bisedu për si rastesh. Fliten kësi, po gjithmonë
gjithmonë të derisa nuk zbulohen, nuk mujna me qut që janë Cila ka qenë ndeshja më e vështirë që e keni gjykuar deri më tani? E mboni më? Ndeshja më e vështirë që kom pas presion ka qenë finalja e kupës Prishtina Ferizaj, sepse aty ndeshje gjithmonë deri atëherë më them janë të hekë refert para ndeshjes, që për anën tem nuk është e drejtë se gjithmonë arbitri duhet i përgatitet një ndeshje, siç ka qenë ajo domethënë finalja e Kupës Kosovës, duhet të përgatitet më herët. Jo aty për aty mirë, po atëherë janë korregulluar i ka pas Federata e Futbollit ashtu dhe ashtu kena vepruar. Ka qenë një ndeshje sepse është me presion se domethënë po nxjerrët fituesi Kupës aty. Për mua ka qenë siç ndeshja me Harone asaj kohe, domethënë deri që kom arbitruar deri më tash. Keni gjykuar pothuajse në të gjitha stadiumet në Kosovë. Po. Keni pasur ndonjë stadium të preferuar ku keni shkuar me i qetë, me relaksuar? Stadiumi më i preferuar për mua ka qenë stadiumi i Prishtinës, se gjithmonë kena ndruar me konë këtë stadium që është fëmijë kur jam kohë duke përcjell Prishtinën atëherë, dhe stadiumi i Kekut. Stadiumet më të vështira, cilat kanë qenë? Stadiumi më i vështirë ka qenë për mua stadiumi në Kaçanik. Domethënë që ka qenë stadiumi i ngushtë dhe është shumë probleme me zhvillimin e ndeshjes aty, domosë se ka qenë stadium i vogël dhe u dosh me ik shumë se ka pas kontakte shumë shpesh, dhe është problem aty dhe u ka teren i nxehtë nga simpatizuesit aty duke ditë aty ku ka qëndruar atëherë ai stadium. Keni pasur kërcënime ndonjëherë në telefon apo kërcënime të ndryshme nga tifozët? Asnjëherë. Ka zyrtarë të klubit? Asnjëherë. Ju kemi parë në kohën kur e keni paralajmëruar të thotë pensionimin, ju kemi parë në Drenas duke dhuruar fanella që i keni bartur gjatë kohës për gjyqtarët e rinj të Drenasit. Një gest i veçantë do të thoja. Unë e di që është me kohë gjyqtar, se kur kom fillu hapat e parë si gjyqtar, unë gjithmonë kom pas probleme me arrit. Unë i falenderoj në shumë Smajl Kosumit, kryetar i atëhershëm i shoqatës gjyqtarëve të referëve, që më ka ndihmuar, më ka përkrah që unë të ka mundësi me shpalos dhe më thorë referimin. Problem ku pas me shoqatën e Prishtinës, gjithmonë nuk e di e ka ditë apo s'ka dasht, që komuna Drenasit është në region Prishtinës, ku më kërkoj për meje që unë të vitë vendos në dikon në Prishtinë, të jem me qunë një fletë banem si banerë në Prishtinë për me qenë pjesë së shoqatës. Unë ku më referuar Federatën e Futbollit Kosovës 4-5 vite pa ka antar asnjë shoqate. Nuk më ka pranuar shoqata e Prishtinës. Me ka bo kërkesë, domethënë Mitrovica më ka ofruar parë që falenderoj shumë që hajde në shoqatë tonën, por në arbitresha domethënë kom pas amnin listë federat dhe shkresha domethënë. E di vështirësitë që i kemi në si komunë, se gjithmonë qytetet e vogla kanë probleme ndaj regionit ose me qytete të mëdha dhe kom arrit që të bëjnë punoj me 30 të bëhen më shumë se 10 refer janë sot në Drenas. Ka të ardhme në këtë rritim të Drenasi? Ka një të ardhme bukur të mirë, janë disa arbitra të ri, janë edhe domë që veç edhe ata duhet të shanë përfundim të karierës, për ata i përgëzoj për punën që janë të e bon dhe kom pas dëshirë që panelat e mija të i bartin pikërisht arbitra qytetit tim. Për fund, ku do të shohim Hajrez Hajdarin? Gjitha kriteret i plotësojt, të jem dhe më thove vëzhgu si arbitrov, Kosovë dhe besoj që do të jem. Po sa ta përfësoj gjuhën anglese, mendojmë që të jem edhe në undet europiane. Nëse s'keni diçka për të shtuar, një falenderoj shumë që ishit sonte në studio Arenës. Falenderoj shumë, falenderoj për ju, ju përgëzoj për një program të tillë. Faleminderit.